Ronald Luçi, në stadiumin ku keni përjetuar shumë emocione pësaj. Sigurisht. Si po përjetoni ecurinë e Vllaznisë, aktualisht në vendin e parë pas 11 javësh kampionat? Është kënaqësi që mas shumë vitesh është Vllaznia ajo që duhet ishte shumë më tepër gjatë 2 dekadave të fundit. Më në fund ka marrë rolin roli i cili i shkon Vllaznisë dhe aty do të jetë Vllaznia gjithmonë. Gjë e bukur shumë. Her pas here keni vlerësuar faktin që Martini po bën diçka të mirë tek Vllaznia. Çfarë po bën realisht Martini? Unë nuk jam pjesë e ekipit që ta di konkretisht se çfarë diskutohet, çfarë bëhet, si vendoset për formacionin, si është futa ajo fryma e unitetit në ekip, po di të them që Vllaznia ekziston si një kompleks, si një trup i vetëm dhe në këtë mënyrë pa diskutim derisa vepron në këtë formë Vllaznia, pa diskutim që roli i trajnerit është i padiskutueshëm edhe në këtë kuptim të paktën, duke e pa nga jashtë, them që roli i Edit është i madh në krijimin e kësaj Vllaznie që po shohim sot. Në fakt duke një Vllazni si ajo e traditës, luan bukur në sulm, por ka probleme ndoshta prapa në mbrojtje. Nuk mund të them, si thush, nuk mund të bëj këtë lidhje kështu si e bët ju, për se ju e ndihni Vllaznin në çdo seancë, në çdo ndeshje, unë nuk jam aq i azhurnuar me Vllaznin, edhe nuk jam në gjendje që të bëj një lidhje të tillë, por them që kjo është Vllaznia e traditës, të paktën në kuptimin e suksesit që po arrin dhe shpresoj dhe uroj që të arrijë si vjet. Mendoni që do të jetë një garë fort deri në fund? Unë mendoj që, e kam thënë që në fillim që Egnatia do të jetë kundërshtari numër 1 i Vllaznisë, pretendenti numër 1, konkurrenti numër 1. Po, me thënë drejtën, ndeshja e fundit këtu në Shkodër më krijoi bindjen që Dinamo ka një ekip shumë të mirë dhe do të jetë patjetër pretendent, sepse gjithë kjo që me një ndeshje barazohet gjithçka. Edhe ajo formula e re e asaj Final Four që është ajo, del si thush jashtë përdorimit ai avantazhit që kishte deri në këtë moment. Domethënë duhet shumë kujdes. Edhe këto krizat, mini krizat njihen në futboll dhe duhet pas kujdes në mos humbjen e ritmit. Këto ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Vllaznin, këto jashtë fushës lojë, si thush, këto me siguri kanë ndikuar pozitivisht në ekipin ton, kanë forcuar atë unitetin, po që kështu ndërmjet stafit, ndërmjet lojtarëve me njëri tjetrin, duke rrit atë entuziazmin që të realizohet ajo që opinioni jo vetëm në Shkodër, po edhe më gjerë pret nga Vllaznia dhe uroj shumë që të arrihet. Keni bërë një koment shkurtër në lidhje me debatin Martini Daja apo deklaratat e Dajës dhe reagimin e Martinit? Është puna se Daja këtu e teproi diçka. Gjesti e Martinit nuk është gjest që duhet përshëndet, me thënë drejtën aty, edhe Edi vetë pranoi që ishte një gjest, ato janë emocionet të ndeshjes, këtyre emocioneve i kanë parapri edhe disa konflikte ose mini konflikte që ka pas jo vetëm Edi, po edhe Vllaznia vetë me Dinamon ose me Egnatian ka pas probleme në transferimin e ndonjë lojtari shkodran, janë kryer disa veprime jo në interes Vllaznisë. Domethënë situata ishte acarume, po fitoria ishte aq e dëshiruar dhe aq me luftë e arritur mbas një presioni të Dinamos në pjesën e dytë, saqë edhe shpërthimi i emocioneve në një farë mënyre është i justifikuar, pavarësisht gjestit i cili ishte për momentin ishte i tepruar, pa diskutim. Ama reagimi i Dajës ishte i tepërt. Në vend që të përqendrohej tek ana sportive, ajo doli jashtë kuadrit të futbollit, duke ofendu, po e them kështu, të gjithë traditën shkodrane. Unë nuk jam për atë që Vllaznia është djepi i futbollit, të diskutuam pak përpara aty me shokët e tjerë, po Vllaznia është nismëtarja e futbollit në Shqipëri. Jam kundër kësaj djepjes së futbollit sepse krijohet përshtypja sikur Vllaznia është ajo mamia që ka lind futbollin edhe në Tiranë, edhe në Vlorë, edhe në Koçë, ku diun. Nuk është e tillë, por është ajo e cila e ka nis futbollin në Shqipëri dhe në këtë kuptim duhet respektu për kontributin që ka dhënë Vllaznia në Shqipëri për futbollin, është i lidhur si thush kontribut edhe me dërgimin e lojtarëve shkodran në ekipet kombëtare. Nuk ka pas asnjëherë
ekip kombëtar pa Shkodran, jo vetëm në ekipin kombëtar, po edhe në ekipet tjera. Lojtarët Shkodran kanë luajtur deri me Gjirokastrën, se me Dinamon e me Partizanin, po, me Lezhën, nuk diskutohet deri dhe në ekipet e dorës dytë, ku diun me Burrelin, me Fusharsin, ose me Pukën. Domethënë, është një fabrik futbolli dhe të arrihet deri aty sa të thohet që Dinamo e mësoi vllaznin me lujt futboll. Kjo tash ishte e tepërt, ishte shumë e tepërt. Ne kemi pas një rivalitet të shëndetshëm, të këndshëm me Dinamon, ishte kënaqësi kur lushte me Dinamon, e kam fjalën tradicionalisht, jo vetëm vitet e fundit, po edhe vitet e fundit. Po jo të arrihet deri në një konkluzion të tillë që të ofendoj, si thush, të gjithë masën futbollistike, të gjithë masën sportdashëse në Shkodër. Dhe mendon që kjo deklaratë e Dajës ka ndikuar për mirë tek vllaznia, tek ambienti për të qëndruar me pranë skuadrës? Sikur Edi Martini, bas me stafin, me presidentin e me këto tjetër, çfarë do lloj pune që të kishin realizu, nuk do të kishte atë rezultat pozitiv që ka arrit pa dashje kjo deklaratë e Dajës. Domethënë, është një veprim si thush që sikur të dijej ky reakcion në Shkodër edhe brenda ekipit të vllaznisë, duhet porosit diçka e tillë që të ndodhi, domethënë diçka shumë pozitive për vllaznin. Dhe në fakt është trajni një skuadër si Dinamo, një skuadër që në fakt është krijuar në vitin 50 dhe përveç trofeve fituara duket se nuk ka një histori tifozësh, një histori identiteti. Shiko, unë kam shkruar para 20 vitesh, kam shkruar diçka të tillë dhe do të ketë ndoshta edhe reakcion ndaj kësaj që po them sot. Dinamo është kriju në disa rrethana të caktuara historike. Ato rrethana sot nuk ekzistojnë. Kështu që edhe Dinamoja është, si thuash, një mish i huaj, ai nuk dihet se ku i përket dhe çfarë përfaqëson. Domethënë këtë kuptim, edhe ekzistenca e saj është diçka artificiale. Unë nuk kam asgjë, jo s'kam asgjë, po respektoj shumë. Dinamo është një emër i madh, domethënë ka qenë një emër i madh i futbollit ton, kanë nxjerr futbollistë jashtëzakonshëm, as bëhet fjalë, kontribut i jashtëzakonshëm për futbollin ton, pa diskutim, për kombëtaren ton, nuk bëhet fjalë. Ama ato rrethana në të cilat Dinamoja u kriju dhe përse u kriju nuk ekzistojnë sot. Domethënë shkurt mohabeti është diçka artificiale, krejt e tepërt. Dhe parashikoni një vllazni që do të arrijë të ruajë ritmin deri në fund? Uroj shumë. Por nga ana cilësore duhet të them që Dinamo dhe Ignati do të jenë kundërshtar të denjë dhe të rrezikshëm ndaj vllaznisë deri në fund të kampionatit. Ju e keni dhe mik Edi Martinin, cila është këshilla që ndoshta edhe publikisht do donin t'ia jepnit për të pasur kujdes në pjesën e mbetur të kampionatit? Këshilla, me Edin po rrinim edhe do rrim prap, do bisedojmë prap rreth tjera, por nuk është nevojë për këshilla, nuk mund të marrun si thush rolin e një mësuesi të madh që t'i jap këshilla publike, ama diçka mund të bisedojmë edhe ashtu si edhe bisedojmë. Dhe e shihni një realitet ndryshe edhe në Shkodër, një mbështetje më e madhe për vllaznin këtë sezon? Po, shifet ndryshimin në cilësinë e mbështetjes, sepse mbështetja nuk ka mungu kur në Shkodër. Vllaznia ka qenë e Shkodrës në kuptimin e plot, Shkodra ka qenë gjithmonë, si thush, me vllaznin dhe për vllaznin, ama në momentet caktuara kur vllaznia ka shpërbly, si thush, këtë angazhim të Shkodrës ndaj saj, janë momente që jo gjithmonë, domethënë këto dy dekadat e fundit kanë mungu dhe në këtë moment, si thush, kemi një unifikim të qëllimeve, të dëshirës, të entuziazmit, të mbështetësve të vllaznisë, të popullit shpordasësh shkodran dhe të ekipit të vllaznisë bashkë me stafin drejtues dhe uroj që të mbesi kështu deri në fund. Faleminderit. Faleminderit juve.